Lidhja Demokratike e Kosovës të dielën mbajti tubim qendror në Prizren. Kandidati për kryetar të kësaj komune Driton Selmanaj premtoi ujë të pijshëm 24 orë për qytetarët, duke thënë se tashmë janë identifikuar burimet. Ai paralajmëroi nisjen e projektit të unazës së madhe të qytetit që ka vlerën prej 210 milion eurosh, brenda 4 vjetëve ndonse nuk premtoi përfundimin e saj. Selmanaj foli edhe për rinovimin e dy lagjeve historike të Nën Kalas dhe të Korrillës, duke premtuar që ato të kthehen në qendra turistike përmes restaurimit me elemente të njëjta arkitektonike. Po ashtu ai tha se do të ndërtohen 5 parkingje nëntoksore me rreth 2390 vende penda në Vermic dhe do të aplikohet mësimi gjithditor në shkolla. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka kritikuar pushtetin lokal në Prizren. Tha se këtij qyteti i duhet LDK-ja. E përparim Rama, kryetari i Prishtinës, njëherësh kandidat edhe për mandatin e dytë, ka thënë se lagjet në kryeqytet gjatë mandatit të tij u zhvilluan me plane strategjike urbane e jo në kaos. Në suare, Kardian Shala ka prezantuar planin e tij për turizmin rural, duke theksuar se projekti Bjeshka dhe qyteti do të krijojë mundësi për zhvillimin e bujtinave dhe promovimin e produkteve vendore. Lagja Nën Kalas dhe lagja Korrillës të jenë unike për nga unikaliteti vetë arkitektonik dhe historik që kanë, me rrugë të njëjta, dritare të njëjta, dyrë të njëjta, pullazë të njëjta, fasadat njëjta. Dhe jemi të bindur që këto dy lagje më pas do të jenë qendra të rëndësishme të absorbimit të turistave të huaj. Prizreni sot nuk ka asnjë projekt madhor me cilin identifikohet. Qyteti është lënë në duar të propagandës dhe jo të punës. Rinia është lënë pa perspektivë. Bizneset e juaja pa mbështetje, kultura pa investime, e familjet pa asnjë shtytje. Dhe kjo është padrejtësi e madhe ndaj qytetit të madh sikurse Prizreni.